Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në edicionin e së hënës të emisioni 60 minuta. Pasi konfirmoi rastin përmes Gjykatës Supreme se shkarkimi i tij nga pozita ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit ishte arbitrar dhe i paleqshëm, Besim Kelmendi është liruar nga pozita ushtruesit të detyrës me kërkesën e tij. Sot në orët e pasdites, KPK-ja në një mbledhje të jashtëzakonshme ka miratuar kërkesën e tij dhe në event të tij e ka emëruar Agron Çajlajn si ushtrues të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. E për diskutuar për gjitha këto zhvillime brenda KPK-s për situatën e krijuar atje, deri në çfarë mase është synuar pavarësia KPK-s dhe sundimi i ligjit brenda këtij institucioni me këto zhvillime dhe interesat e kujt po dominojnë aty e nëse anëtarët e këtij institucioni janë të ndikuar politikisht. Të gjitha këto pas pak i diskutojmë në studio me avokatin Ardian Bajraktari. Por si zakonisht në fillim ju sjellim lajmet kryesore të ditës. Pas kërkesës së Besim Kelmendit, KPK-ja e liron nga pozita ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Në po të mbledhje emërohet Agron Çajlajn në vend të Kelmendit. Specialja shënestron rastin e njohur si qielli i thyer. 33 persona deri më tani janë në paraburgim e mbi 80 milion euro vlera pasurisë së sekuestruar. Grupi Koha ndau çmimet Rexhai Soroj. Ai për gazetari i nda vlerë Mehmetit e akonsionare, ndërsa çmimin për letërsi e mori Granit Zela. Emrimi një të dërguarit special për Grinlandën nga Trumpi kthen tensionet për territorin danez. Vendimi shkakton edhe reagimin e Bashkimit Evropian. Pas kërkesës Besim Kelmendit për të liruar nga pozita ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit, Këshilli Prokurorial i Kosovës në një mbledhje të jashtëzakonshme ka aprovuar kërkesën për lirim nga pozita ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit. Kërkesa e Kelmendit u aprovua me votat e 6 anëtarëve, ka njoftuar kryesuesi Ardian Hajdaraj, i cili më pas propozoi që në pozitën e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit të caktohet Agron Çajlajn. Kundër këtij propozimi votoi anëtari Dardan Vuniqe. Më pas, Këshilli caktoi Çajlajn si ushtrues detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Vendimi sotëm u mor me praninë e 6 anëtarëve të KPK-s, kurse 3 anëtarë të tjerë kishin njoftuar se nuk do të marrin pjesë në takim, raporton Betimi për Drejtësi. Kelmendi ka dorëzuar kërkesë për të liruar nga kjo pozitë, të cilën e ka mbajtur që nga 22 prilli vitit 2022, pasi akt gjykimit të Gjykatës Supreme e cila e anuloi vendimin e Këshillit Prokurorial për shkarkimin e tij dhe konfirmimin nga Gjykata apelit se çështja ishte e gjykuar. Kelmendi në kërkesën e tij kishte thënë se nuk ka aplikuar për këtë pozitë, por e ka pranuar detyrën me kërkesë të Këshillit Prokurorial. Ai në këtë kërkesë thotë se lirimi i tij nga pozita ushtruesit të detyrës synon të kontribuojë në funksionimin normal të sistemit prokurorial. Gjykata Supreme ka konstatuar se shkarkimi i ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi nga ana e Këshillit Prokurorial ishte i kundërligjshëm dhe arbitrar. Prokuroria Speciale ka shënjestuar rastin e koduar qielli i thyer, për cilin rast ndodhen 33 persona në masën e paraburgimit. Sipas njoftimit të speciales, me urdhër të autoriteteve janë ndaluar pasuri të palojshme dhe pasuri në vlerë për rreth 60 milion euro, ndërsa janë ngrirë mjete financiare në llogari bankare në vlerë për 1.5 milion euro. Po ashtu janë sekuestruar deri më tani 80 vetura luksoze me vlera milionshë. Vlera totale e pasurisë në sekuestruar deri më tani arrin në vlerën e rreth 80 milion euro. Rasti qielli i thyer përfshin dyshime për një vepra shperale të rënda, përfshir pjesëmarrjen ose organizimin e grupit kriminal, blerjen, posedimin, shpërndarjen dhe shitjen e paautorizuar të narkotikëve, shpërlarjen e parave, falsifikimin e parave dhe dokumenteve si dhe mbajtjen apo posedimin e paautorizuar të anëve. Prokuroria Speciale ka bërë të ditur se hetimet janë në vazhdim dhe se do të ndërmerren edhe veprime të tjera ligjore në përputhje me zhvillimet e rastit. Në gjykimin ndaj Naim Urselit, Granit Plavës e Kushtrim Kokallës të akuzuar për vrasjen e Liridon Ademajt, në seancën e së hënës janë paraqitur pamjet ku shfaqen lëvizjet e të akuzuarve në ditën kritike kur kishte ndodhur vrasja. Në pamjet e para të shfaqura shihet se si një pom derivatësh Naim Urseli takohet me Granit Plavën. E në pamjet ku edhe kishte ndodhur vrasja, shihet se si në rrugën Dali Palshiqi në Bonit, së pari shihet se si vetura Range Rover vjen e para dhe 3 sekonda më pas në vendin e njëjtë pas
pas asaj veture vjen veturasit. Në pamjet e shfaqura në gjykatë shihen se si akuzuari Naimur Selim me tani të ndjerën Liridonën dhe fëmijët shkojnë në restoranin Etnokuqa e më pas futet edhe Granit Plava, i cili ulet në pjesën e kundërt të asaj ku shndronin Naimur Selim me familje. Derisa në shfaqur pamjet në audio dëgjohen krismat e armës dhe zërat e fëmijëve, ku sipas prokurorisë koha reale e vrasjes ishte ora 20:17 minuta. Pas prezantimit të pamjeve të natës kritike, përfaqësuesi i palës së dëmtuar Leutrim Sylla tha se nuk kanë vërejtje në elaborimin e videoinqizimeve, por tha se si palë dëmtuar kanë edhe disa momente të tjera që do t'i elaboronin në këtë shqyrtim gjyqësor. Sylla kërkoi që ato të prezantohen në një ditë tjetër, por këtë vendim e refuzoi kryetaria e trupit gjykues Fatime Dermaku. Pas seancës, vllau i Liridona Ademajt, Leonard Ademaj, tha se në bazë të pamjeve shihet se vrasja së ndjerës Liridonës ishte organizuar. Seanca radhës për këtë rast pritet të mbahet më 29 janar. I dyshuari për ndihmë në tentimvrasjen dhe rëmbimin e Milan Vukashanovicit, Vidosav Mitrovic është sjellë në gjykatën themelore në Mitrovic, ku prokuroria ka kërkuar masën e paraburgimit në kozgjatje prej 30 ditësh. Pas seancës dëgjimore, gjykata do të nxjerrë vendim lidhur me masat e sigurisë për të dyshuarin. Policia e Kosovës ka njoftuar të dielën se gjatë bastisjes së shtëpisë dhe objekteve përcjellëse të arrestuarit për përfshirje në plagosje dhe rëmbimin e të dyshuarit të shtetasit të Kosovës, ka gjetur një armë dhe disa afishak. Avokati i Mitrovicit, Dejan Vasic, ka thënë se gjatë intervistimit i dyshuari ka mohuar se ka ndihmuar në rastin e Vukashanovicit. I dyshuari Vidoslav ka dhënë deklarat për rastin dhe ka mohuar plotësisht pjesëmarrjen në ngjarje, duke u thirrur në një alibi që është lehtësisht e verifikueshme. Ai ndodhet në ndalim 48 orësh, ndërsa e curia e procedurës varet në tutje prej gjykatës themelore, ka thënë Vasic për kohën. E sipas autoriteteve të Kosovës, Vukashanovicit dyshohet se u plagos dhe më pas u rrëmbye në një fshat afër Levkosavicit më 1 nëntor para se të dërgojnë në spitalin e Prokuplës e më pas në qendrën klinike të Nishit. Institucionet e Kosovës besojnë se motivi i rrëmbimit dhe tentimvrasjes së tij është fakti që ai nuk i bindej listës serbe dhe urdhrave të Serbisë për ta lënë punën në Byron Kosovare të Sigurimeve. Gjykata themelore në Prishtinë ka aprovuar padinë e Institutit të Kosovës për drejtësi, duke shpallur të paleqëm vendimin e 17 janarit të këtij viti për zgjedhjen e kryetarit të Komisionit të Pavarur të Mediave. Lajmin e ka bërë të ditur avokati Ardin Bajraktari, i cili ka thënë se me këtë vendim KPM-ja detyrohet që t'ia paguajë IKD-s shpenzimet e procedurës në shumën prej 239 eurosh. Sipas Bajraktarit, vendimi konfirmon shkeljet ligjore në procesin e vendimmarrjes dhe nënvizon rëndësinë e respektimit të ligjshmërisë. IKD-ja kishte kërkuar gjithashtu shfuqizimin e një paragrafi të rregullores së punës së KPM-s dhe deklarimin e vendimit për zgjedhjen e kryetarit si të paleqëm. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar edhe 18.233 vëzhgues për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës që do të mbahen më 28 dhjetor. Numrin më të madh të vëzhguesve nga subjektet politike, sipas të dhënave të KQZ-s, e ka Partia Demokratike e Kosovës me mbi 4.000 vëzhgues, më pas Lëvizja Vetëvendosje me mbi 4.200 vëzhgues, Lidhja Demokratike me mbi 3.000 vëzhgues, si dhe AK-ja me mbi 2.000 vëzhgues, raporton Ekonomia Online. Po ashtu KQZ-ja ka akredituar vëzhgues nga organizata ndërkombëtare për fshirë zyrën e BE-s në Kosovë dhe Institute the Corporation and Development, si dhe nga organizata jo qeveritare të tjera. Procesi do të monitorohet edhe nga një numër i konsiderueshëm i mediave vendore dhe ndërkombëtare. Forca e Sigurisë së Kosovës së Shpejtit do të pajiset me armatim nga Gjermania anti-tank Panzerfaust 3. Burime brenda Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës ka konfirmuar për kohën se procedurat për blerjen e pajisjeve kanë përfunduar dhe se armët pritet t'i dorëzohen FSK-s. Lajmi vjen vetëm një javë pasi u njoftua se Kosova ka nënshkruar marrëveshje 3-vjeçare me kompaninë AM Generals për blerje të sistemeve moderne të artillerisë mobile Humvee Hawkey.
Gazetarja grupit Koha Vler Mehmeti dhe Agon Sinana nga buletini ekonomik janë shpallur fitues të çmimit Rexha Soroi për gazetari. Mehmeti është përblyer për hulumtimin me titullit 6 milion euro për pajisjet që nuk mbërritën të paralizuarit të publikuar në maj të këtij viti, ndërsa Sinanaj për tekstin që prek temën e tregtisë me energjinë elektrike dhe monopolin në bartjen e energjisë elektrike i cili ka rritur faturat e energjisë. Ndërsa çmimin për letërsi Rexha Soroi 2025 e ka fituar autori Granit Zela me romanin Përmbytja. Në këtë ceremoni është përuruar edhe libri autorit Skender Latifi, Rrëfimi për kufijtë e loginës së Presherës 1843-2018. Drejtoresha e grupit Koha Flaga Soroi ka thënë se ky libër është dëshmi e rrallë e durimit kërkimor dhe përgjegjësisë intelektuale ndaj një treve që për shumë dekada është trajtuar më tepër si periferi politike sesa realitet historik me identitet të vetin. Falë gjithë atyre që besojnë se kultura. I dënuari me burgim të përjashëm për vrasjen e Marigona Osmanit, Dardan Krivaqa të hënën para kolegjit të Gjykatës Supreme, ka kërkuar zbutje të dënimit ose rikthim të qështjesh në rigjykim, duke u arsyetuar se veprën e ka kryer në ndikim të narkotikëve. Me arsyetimin se krimin e ka kryer në ndikimin e narkotikëve, Dardan Krivaqa të hënën para kolegjit të Gjykatës Supreme ka kërkuar zbutje të dënimit ose rikthim të çështjes në rigjykim. Krivaqa është i dënuar me burgim të përjashëm nga Gjykata Themelore në Ferizaj, e vërtetuar edhe nga ajo e apelit për vrasjen e Marigona Osmanit. Ai ka shprehur pengesë për ngjarjet e 21 dhe 22 gushtit 2021. Desha veç të kërkoj falje, me vjen keq për ato që ka ndodhur, ka qenë e paqëllimshme, me efekt të narkotikëve. Avokati Skënder Musa, që mbron Krivaqen, ka deklaruar se procesi në shkallën e parë të gjykimit është përcjell me tensione e kanosje dhe nuk janë marrë parasysh propozimet e tij. Gjykata ka zgjedhur të mos i përmend fare propozimet e refuzuara në aktgjykim në vend se t'i arsyetoj ato dhe t'i jap arsye të qarta pse janë refuzuar. Fjalën përfundimtare që ju e keni në shkresat e lëndës, asnjë fjalë nuk e ka përfshirë në aktgjykim, asnjë fjalë nuk është e shënuar prej fjalës përfundimtare të mbrojtjes në aktgjykimin e shkallës së parë. Musa ka kërkuar që nëse çështja kthehet në rigjykim, të mos trajtohet nga Gjykata Themelore në Ferizaj. Avokati Gazmend Rexhepi, që përfaqëson palën e dëmtuar, është shprehur se dënimi me burgim të përjetshëm është mos adekuate për krimin e kryer. Mizoria konstatohet edhe sipas komentarit për shkak se shihet në videoxhirimet që Endjera nuk ka konsumuar ushqim. Realisht në videoxhirime shihet qartë që të dy të dënuarit tashmë han pica, pin ujë. Endjera për ato 72 orë sa është ekzaminuar, 48 deri në 72 orë, asnjëherë ushqim nuk ka marrë. Endjera shihet duke u bartur herë në një dhomë, herë në tualet, me hematoma dhe me lëndime shumë të rënda. Me 29 korrik 2024 në rigjykim, Krivaqa është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Marigona Osmanit, kurse Arbersidiu me 15 vjet për ndihmë në vrasje. Krivaqa ishte i akuzuar edhe për dhunim, por për këtë vepër nuk është gjetur fajtor. Në akt akuzën e ngritur me 28 qershor 2022, thuhet se Krivaqa me 21 gusht 2021, në banesën e tij, pa pëlqimin e tani të ndjerës Marigona Osmani, e ka detyruar atë të kryente marrëdhënie seksuale dhe e ka abuzuar e maltretuar në forma të ndryshme. Një ditë më pas, Krivaqa dhe Sejdio akuzohen se kanë privuar nga jeta Marigona Osmanit në përpjekje për të fshehur veprën penale të dhunimit. Viktimën, të dy të akuzuarit e kanë dërguar në spitalin e Ferizajt dhe janë larguar.